Pra, e heqim ligjin, nuk kemi asnjë vërejtje për ligjin. Ishe e pakënaqur. Pse ishe e pakënaqur? Jo, sepse ka pas një përkufizim tjetër ligji dhe tani se si në këndvështrimin tim e kanë thjeshtuar sepse thonë i konsideron të përshtatshme për gratë dhe burrat. Tani të përshtatshme për shkakun konsideron që gruaja duhet punojë vetëm në ar. Nuk hyet e kjo pjesë. Nuk kemi asnjë vërejtje për këtë pjesë. Aty s'kemi asnjë vërejtje, absolutisht. A mund të sqarojë shtatgjini që njeh për ligj? Jo, Arlinda s'ka folur akoma. Arlinda? Jo, e kam shumë të rëndësishme, sepse unë e di shumë të lutem. Edukimin në shkollë. Po jo me tani të lutem. Edukimin në shkolla çfarë? Tani, pare mirë, unë si prind, por jo vetëm unë, dhe shumë prindër tjerë të mundon. Dy shtres Eltoni Liriani. Se edukim në shkolla për këtë gjë dhe jo po themi se si të mbrojmë atë. Atëherë. Jo po themi për edukimin shkollor. Po një sekond pra tani të lutem. Është më aktualisht. Lutem, një sekond. Është aktualisht. Sigurisht po kjo është aktualisht, por ligji është një normë e cila neve na detyron. Dhe ajo është domethënë një normë shumë detyruese. Diskriminime bazë gjinore nga shkolla fillon luftohet, nga luftohet. Neve jemi një shoqëri që po i bëjmë omazhe dhunës. Është më mirë që brezat e rinj të mësojnë të komunikojnë me tolerancë dhe të respektojnë njëri tjetrin. A mund t'i bëj një pyetje Roberti, të lutem? A mund t'i bëj një pyetje? A mund t'i bëj? Po jo pra ju keni parë emisionin të shtunën dhe pohimin që Luana bëri tek Euronewsi, apo jo? Sepse rrjetet sociale, copa. Tani, ajo deklaroi që është një fëmijë, ka qenë fëmijë i abuzuar. Po prapë e situatë jemi ne, tash unë besoj që neve vjallë respektojmë autoritetin. A keni marrë një mas për ta mbrojtur? Është e sigurt që vjen nga një cikël abuzimi. U mbyll ajo. Falë që t'jem unë. Nuk e zgjidhim dot stup. Jo, ideja është që më ndershme se kaq. Ti kërkojmë zonjës të bëjë denoncimin dhe ne ta ndjekim Shoqata amerikane e psikologëve në vitin 2024 në shkurt, besoj Arlinda duhet jetë të tjeni, kanë thjerë një deklarat pikërisht për këtë çështje, ku flitet edhe për këtë pjesën e delikatesës së debatit shoqëror për sa i përket fëmijëve të rinjve të cilët janë në paqartësi me identitetin e tyre gjinor, orientimin seksual. Kanë kërkuar me detyrim që të merren masa nga shtetet dhe shoqata amerikane e psikologëve është e mbështetur në fakte klinike, shkencore, metodologji të certifikuar. Duhet patjetër të edukoni edhe institucionet që të ofrojnë shërbimin e dur dhe kujdesin. Patjetër, po si do të edukohen? Se me të drejtë të doli pyetja. Si do e trajtojmë të gocën? Po mimo një sekond. Obelion, një sekond. Si do edukohen? Këta fëmijët për kujdes dhe për shërbime, 1. 2. Familjet e tyre, kaq të pahafta janë për t'i rritur këta, po themi ne sot. Janë të varfër, nuk i parajgjykojmë, janë të varfër. Po edukuar në shkollë, nuk parajgjykojmë dikush që është i varfër. Nuk ekziston. Nuk i parajgjykojmë. I pas. Luana, nuk i parajgjykojmë. Po nuk i parajgjykojmë. Gjykata Supreme. Luana, nuk kam vetëm një pyetje. Ka hedhur poshtë edhe një kërkesë nga religioni për sa i përket martesës. Po Blendi kam vetëm një pyetje. Ka vendosur që ka vetëm 2 gjini. 2 gjini. Ligji nuk ka vetëm një pyetje. Që advokon barazinë gjinore, pse ka kaq shumë debat mes grupit? E kemi bërë advokoni juve barazinë gjinore. Pse ka kaq shumë debat? Mos vall, një sekond. Mos vall, një sekond. Nuk është konsultuar me grupet e interesit. Se një pjesë e debatit është kriju artificialisht, ja ta them unë se ka debat. Pse Robert? Është kriju artificialisht ky debat. Ne po harrojmë pra problemin e vërtet, se ju thatë që ne këto i dim, po ne problemin e vërtet e kemi te pabarazia gjinore. Pabarazia s'ka brejtja po qëllimi i këtij ligji as lidhet pabarazia gjinore me shtim gjinish. Ka diskutuar ti themun 7 gjinit. 7 gjinit falin. 7 gjinit ti themun, të lutem ti themun 7 gjinit. Ja ti përmend edhe kthej përgjigjet. Ligji përpara se të shtonte konceptin. Ligji përpara se të shtonte konceptin burrë dhe grua njifte 72 gjini. Kushtoi konceptin burrë dhe grua një 7 gjini. Luana është një nga gjinit. Është burrë, grua, është Luana, është një nga gjinit. Po Luana si është me emrin Luana është si gjini? Jo, është transgjinore. Është transgjinore, mirë. Është transgjinore. Sa se e futët si gjini vetë. Jo, është transseksuale. Ka dhe transseksual që ndrojnë organet, një burrë që njihet grua,
dhe bën operacione... Nisë autove me këto tani se nuk... Jo, vërtet. Ka gjini fluide, blendi të lutëm, se dhe shqiptarët ka nevojë të dëgjojnë. Rëndësishme është një listë të Gjinia fluide, në mëngjes ndjesh... Ato të prodhoj. Në mëngjes Disinformimi... Gjinia fluide, në mëngjes grua në dark burr. Qa thua? Sinqerisht. I luhatshëm. Ky që ka fiks për shqiptarë. Po. Kur është për punë dhe shtëpisë bëhet burr. Më fal, gjinia është shumë fisht, edhe burr dhe grua, dhe gjinia pa gjini, as burr as grua. Mi utove publikun fare. Jo, është kështu vërtet. është kështu vërtet. Si është kjo që qosh gjithë grua dhe bësh burr? Po ka dhënë ka shumë informacion Linda këto kohë për këto tema, sa që nuk e di ata që si kanë ditë kur i kanë mësuar. Unë jam dhe ky ligj e ka në fokus. Është lejuar komplet sa rrave. Politik Belioza. Jo, ka bërë shumë politik me skuptimin fetare. Po kështu për ligjin e diskriminimit. Ço. Të riun këtu ke. Po tash i kanë ngel kështu situata. Nëse unë mendoj që absolutisht çdo ligj mund të ngjalli dyshime dhe ka pas hapësira dhe le të diskutohen. Tani, nëse ne jeni 33 flet për edukim gjinor, edukimi gjinor në momentin që bëhet në kurrikula standardizuara, secili nga ne ka të drejtë kërkojë aty se çfarë edukohet. Dhe unë mendoj që një ligj që e rregullon këtë, patjetër që favorizon atë gjën që duam ne. Është abuzime kur nuk ka një ligj. Mbyllë Ergys. Pa thua edhe një ligj. Tani, nëse deri tani edukimi gjinor ka qenë mashkull dhe femër, ashtu e ke Olinda dhe lutem tani. Dërsa pas këtij ligji edukimi gjinor do të jetë të paktën me 7 gjini. Dhe ka rekomandime, Blendi të lutem. Ka rekomandime që unë kam këtu, që deri në vitin 2027 Linda, si ishte ajo që ndjesh dhe burr dhe grua? Jo, në mëngjes burr, në darkë grua, gjini fluide. Pikërisht se janë të ndjeshme, duhet të kustojmë kujdesin e mëngjes burr ndar grua i bie që mëngjes koshin punë ndar gatuash, jo. Më mirë kundërta, se kështu. Tani, Robert kishte edhe një ndryrë dhe Ergysi për ta mbyllur. Ligji kam lexuar 25 herë di përmend tani. Gjëja që më vjen më shumë keq është që i ka humbur kuptimi i vërtet këtij ligji duke u marrë vetëm një detaj i cili është hipotetik, nuk është asnjë që nuk është. Ne problemin e vërtetë e kemi te pabarazia gjinore. Po si jemi pra bashkë, sepse të gjitha diskutimet që kanë ndodhur vetëm për një gjë dhe asgjë në lidhje me atë që ligji thotë. Gatuan lampiata dhe është për barazi komplet. Jo, pra punë jemi bashkë, është që gatuan gjithë, po. Ergys, po. Ta paguaj Ergysi për këtë punë. Merë me barën e provës. Ka një shqetësim që merret me barazin, po ka një shqetësim tjetër të drejtë dhe legjitim që ka të bëjë me më fal. Po, për barazin s'ka. Po s'fol para për Ergys, dhe 30 sekonda ke. Jo, nuk është shqetësim për barazin. Po ligji lë shumë vonë të keq interpretuar. Mungesa e informacionit do të shkojë më shumë kaos. Ka një shqetësim tjetër mbi një fenomeni, sekond. Ergys, është muhabet i komplikuar dhe nuk bëhet në këtë lloj kakofonie. Domethënë, ka një shqetësim tjetër, gjithashtu legjitim, shumë legjitim që ka të bëjë me brezin e ri që rritet dhe me mënyrën se si edukohet brezi. Dhe ka një tendencë, sidomos në vendet liberale, në Amerikë, në disa vende, por edhe në disa vende tjera liberale, ku edukohen fëmijët në drejtim të transgenderve, ku prodhohet bllokim i hormonal i fëmijëve me qëllim që ndrojë gjinin. Ku është gabim. Ka sa duash tani, fal, le ta mirë ta mbaroj. Nëse ajo që ndodhet në vend është gabim. Ky shqetësimi. Një sekond. Ka një prirje dhe kjo që them unë, pra kjo ideja e çështjes konstruksionit social nuk ka lidhje sot. Feminizmi që herët, unë madje më vjen mirë që ky tashmë ka gjetë përhapje, se unë kam qenë i pari që kam folur për këto shqetësime dhe shifesha si UFO në fillim. Feminizmi prodhon, ose një pjesë e mirë e feminizmit, kërkon të prodhojë një kulturë unisex, ku me idenë që gjinia është e konstruktuar, kërkon t'i mësoj prindrit dhe shkollat dhe gjithë që t'i mësojnë fëmijët në mënyrë jo me role gjinore. Pra që djemve t'luajnë me kukulla dhe vajzave t'luajnë me pushk. Domethënë me qëllim që të prodhojnë një shoqëri për te roleve gjinore. Jo, po të shohësh, dhe ligji ka një tendencë për që në kundër, se unë e kam parë në disa pjesa, kundër roleve gjinore, një dhe asaj që ato e quajnë stereotipe gjinore, madje edhe traditave problematike. Tash nëse hapim rrugën këtyre, nëse hapim rrugën këtyre, këtu hapim vërtet një problem shqetësues sepse nuk e dim se si do i mësojmë fëmijët nesër. Do t'i mësojmë fëmijët
që t'jen kundër roleve gjinore, pra që meshkuj t'jen delikat dhe femra t'jen agresive ose konkurruse. Dhe ky ligj hap rrugën për martesën brenda të gjinit. E mbylla, ti pretendon? Unë kërkoj, shiko, unë nuk dua as të mbaj anën e dikujt, por dua që shteti t'i bëj gjërat, më falë të lutem. E vazhdojmë brapa. Dua që paktën këtë neutralitetin për të mos mbajtur anën e një ideologjie kundër tjetër, sepse në fund fare ky ligj do jetë edhe për konservatorët dhe për liberalet. Unë vëre që ligji ka terma shumë liberal. Dhe kjo pa tjetër që atakon pjesën konservatore. I bëj një thirrje presidentit. S'kam se duhet ta mbyll tani. A ka mundësi që rregullat, ligje, institucionet të funksionojnë në këtë vend duke i qenë gjithë përfshirëse, duke përdorur terma ku nuk A mund t'i bëj një thirrje presidentit? Kjo fjala. Mos ta dekretoj. Jo, mos ta dekretoj, po. Nuk është... A e lexojmë bashkarisht ligjin edhe një. Nuk të dëgjom president. Atëherë unë falenderoj 6 të ftuarit e kalim spot dhe para publicitare pjesën e dytë dhe pjesën e tretë Elton Liriani, një pjesë për çështjen e problemeve gjinore, raport LGBT-s dhe në pjesën e tretë një deklaratë që e ka bërë thash për këngëtaren Parashivim Simagu, shumë interesante, ajo rrezikon të rikthehet në jetën e saj të mbarshme, mbas thuajse një viti ju duk sikur gjeti një stabilitet. Ndiqeni.